Me emërimin e Besfort Lamallarit në krye të Ministrisë së Drejtësisë, Edi Rama nuk ju referua aftësive të tij profesionale, por gatishmërisë për të firmosur dokumentet që i paraqiten, siç ndodhi edhe gjatë kohës kur shërbeu në Ministrinë e Brendshme, pas emërimit të disa bashkëpunëtorëve në Ministrinë e Drejtësisë dhe në institucionet qendrore në varësi të saj. Ministri Besfort Lamallari ka nisur procedurat për shtimin e licencave në shërbime të bizneseve private. Sipas informacionit, ministri, në koordinim me drejtues të dhomës së noterëve dhe dhomës së përmbaruesve gjyqësor privat, ka urdhëruar nisjen e procedurave për rritjen e numrit të noterëve dhe përmbaruesve privat. Burimet thonë se Ministria e Drejtësisë synon të licencojë edhe 110 zyra notariale dhe 90 zyra përmbarimore private, duke të i kaluar numrin e përcaktuar në ligjet përkatëse, të cilat parashikojnë licencim me testim dhe në raport me numrin e popullsisë. Në nenin 10 të ligjit numër 110, datë 20 dhjetor 2018 për noterin, përcaktohet se duhet të ketë një zyrë notariale për çdo 15.000 banor, sipas të dhënave të censit. Sipas këtij kriteri, në Shqipëri duhet të funksionojnë rreth 160 zyra notariale të shpërndara sipas numrit të banorëve. Aktualisht raportohen rreth 410 zyra notariale, ndërsa parashikohet shtimi i 110 zyrave të tjera. Në ligjin numër 26 datë 8 maj 2019 për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, parashikohet një zyrë përmbarimore për çdo 20.000 banor. Aktualisht funksionojnë 187 zyra përmbarimore private, ndërsa synohet shtimi i 90 zyrave të reja. Çështja e licencave për noter dhe përmbarues ka qenë objekt debatesh edhe në të kaluarën gjatë qeverisjeve të ndryshme, ku është ngritur shqetësimi për mënyrën e dhënies së tyre dhe për respektimin e kuotave ligjore. Shtimi i numrit të licencave në këtë sektor ka ngritur pikpyetje mbi përputhshmërinë me kriteret ligjore dhe mbi transparencën e procesit të përzgjedhjes.